Nga ne, këtë mundësinë shpreh nevoja. Përgjatë muajve prill dhe maj, studentët do të përfshihen në një sondazh mbi cilësinë e arsimit. Ministri i Arsimit shprehet se qëllimi është përgatitja e politikave të zhvillimit në mësimdhënie. Që do të thotë që përfshirja e studentëve, që është një komponent i rëndësishëm për ne, mbetet një prioritet. Ministriliu solli në vëmendje rritjen e investimeve, pagave, por edhe programet e përbashkëta me universitetet më të mira në botë. Sot kemi 40 programe të përbashkëta të diploma të fishe me universitetet të njohura europiane dhe përtej. Kemi mundësuar në bashkëpunim, por edhe me mbështetjen e plot të stafeve akademike, më shumë se 90 programe studimi në gjuhë të huaja, të cilat jemi duke i nxitur edhe më shumë. Kemi bërë të mundur që të krijojmë partneritete që të japin universiteteve tona të njëjtin status dhe standard me universitete prestigjioze, sikurse është Universiteti Bujqësor i Tiranës me atë të BOKU të Vjenës. Ministria solli në vëmendje mbështetjen financiare për të rinjt që do të ndjekin në universitete degët e cilësuara prioritare. Ne mbështesim rreth 50.000 studentë nëpërmjet bursave direkte, nëpërmjet mbështetjes përmes tarifave të reduktuara apo tarifave zero në programet e studimit, përmes bursave sa paga minimale për studentët të cilët ndjekin programet prioritare të studimeve dhe janë rreth 300 studentë së bashku me ata ekselent, të cilët mbështeten pikërisht nga programi i bursave për programet prioritare. Deklaratat Ministriliu i bëri në prezantimin e sondazhit kombëtar.